Shiko, nëse nuk do të arrija të formoj qeveri pas konstituimit të kuvendit, është përgjegjësia e lëvizjes vendosur. Falë kryeministra, a mundesh edhe herë me përsërit? Nëse nuk do të arrija të formoj qeveri pas konstituimit të kuvendit, është përgjegjësia e lëvizjes vendosur. Ama komentues po na thonë që përgjegjësinë për me formimin e qeverisë e ka opozita, jo ata që kanë fituar zgjedhjet. Që ka mendon ti për këto? Është përgjegjësia e lëvizjes vendosur. Mirë, kryeministër, unë po të besoj ty shumë, sepse jam i bindur që ti e din çka flet, nuk jam sikur ata që të votojnë ty që nuk të besojnë as ty kur të thu diçka, besojnë vetëm ata që e krijojnë mendje, po për hir të korrektësisë dhe për hir të këtyre që të votojnë ty e nuk të besojnë ty kur ti fol, a mundesh edhe një herë me na i përsërit? Shiko, nëse nuk do të arrija të formoj qeveri pas konstituimit të kuvendit, është përgjegjësia e lëvizjes vendosur.